Me pjesëmarrjen e mijëra pelegrinëve nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, por dhe jashtë saj, është përmbyllur pelegrinazhi 13 javor në kishën e Shnanout në Laç. Kremtimi kulmoi mbrëmjen e 12 qershorit, ku të shumt ishin besimtarët që e kaluan natën në lutje pranë ambienteve të kishës, në pritje të ditës së festës të Shnanout me 13 qershor. Mbrëmja 12 qershorit ka mbledhur në kishën e Shnanout në Laç mijëra pelegrinë të ardhur nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë për të kremtuar festën e këtij shenjti. Të krishterët e musliman thonë se kisha e Shnanout ka bërë mrekulli të shumta, ndaj dhe kanë besim dhe shpresë në këtë vend të shenjtë. Unë nga Durrësi, jam nga Mirdita në origjinë, po do ta kaloj natën këtu. Kam marrë për lutje për fëmijët, për familjen, për gjithë besimtarët, kudo që janë, mrenë, në shtetit. Keni besim të ky vend? Shumë. Edhe gjithmonë vetëm fëmija më ka sill. Kam një familje të mrekullueshme. Nuk jemi lart, por jemi lart sepse jemi shnosh, jemi mirë, jemi shumë mirë. Vjen shpesh? Po. Dhe për këtë falenderoj Zotin me kamë me dorë. Po sa flasin të tana din, sa është e përhapur edhe në media. Na po vim prej Michiganit, për Amerikë. Falenderojmë të lumin që i na nësë na kollon shumë nima, shumë. Kena ardhë jena lutë në faleminderit na ka plotësua shumë dëshira. Vani më i bukur në botë, mu lut njëri. Për kryepeshkëvin e kishës katolike, Arjan Dodaj, kjo fest është një ditë e madhe për të gjithë besimtarët që kalojnë natën në kishën e Shnanout. Unë jam shumë i lumtur para gjithas që është një natë e madhe për mua, e dëshiroj që të jetë një natë e madhe për çdo shqiptar që do të ndjeki nëpërmjet këtij momenti që po bëjmë së bashku, sepse pikërisht kur isha i vogël 35 vjet më parë, takimi i parë, eventi i parë i madh fetar në Shqipëri ka ndodhur në këtë mal, natën e Shnanoit me 12 qershor të 1990-s. Edhe më ardh këtu mas 35 vitesh, me popullin gjithmonë që do të më kalu natën në këtë vend shenjtë, është një ngushtim i jashtëzakonshëm. Për garantimin e rendit dhe sigurisë në shërbim u angazhuan forca të shumta policore, si dhe ekipet e ndihmës së shpejtë mjekësore. Sipas autoriteteve, pelegrinazhi u zhvilluar në mënyrë të qetë dhe pa incidente. Kisha Shnanout në Laç mbetet një prej pikave më të rëndësishme të pelegrinazhit fetar në Shqipëri, kur rituali i shenjtë i besimtarëve nis në mesin e muajit mars, që është e marta e parë e pelegrinazhit dhe përfundon me 13 qershor, që është dita e festës së këtij shenjti.